Aleksandar Ivanovski Karadare, ai lindi në Prilep në vitin 1943. U diplomua në Akademinë e Arteve të Bukura në Ljubljana në vitin 1968. Shtesi Hardis është një skulptur që i përket frymës së kthimit në figurë ose figuracionin të ri, me një dimension të theksuar, shoqëror dhe veçanërisht të angazhuar. Figura njerëzore është pothuajse një dimension natyror njerëzor dhe paraqit një njeri nga jeta e përditshme që shqet Hardit, paraqitja e trupit, veçoritë të fytyrës, rreshtja e elementeve të livadit, tabela dhe Hardit që të kujton skulpturët e George Segal, domethënë kanë elemente të pop artit. Me vendosjen e saj në hapësirën reale ato bëhet detaje të përditshme urbane që synon të kujtojë, të paralajmërojë, të dëshmojë për një akt të zakonshëm në jetën shoqërore. Ngjyrosja e skulpturës jep një melankoli dhe zgjuarësi, e cila e veçon nga hiperrealizmi dhe feja.